Vetëm 18 kilometra nga kryeqyteti ndodhet ky fshat i vogël, Durishti, i cili sot ka vetëm 3 familje dhe duket se jeta ka mbetur krejtësisht pezull. Për më tepër, le të dëgjojmë rrëfimet e banorëve që ndodhen këtu. Përpara qerdhja ishte, kopshti ishte, këtu në fshat. Infermierët ishin përditshme, doktori vite i herë mjaft më që të shumë, vizitat ishin për fëmijët, po nështë s'ka asë gjë. Nuk vinë më infermierë si Jo, s'ka asë gjë, më nështë. Po ditën si e kalon, të ja të qohesh në mëngjes, si vazhdon dita jote? Dita një me vazhdo vetëm me punë. Bën punë të shtëpisë. Punë të shtëpisë, punë kopësht. Kaq. Mbjell domate, qa mbjell? Po patate, grosh. Kësë mjetë s'ka mjellë këtë vit, po qepë, këta gjëna. Volëm rushin, po do të jetë rakia. Bëni raki, do me thënë. Po, sa i s'ka për mundësi i monëshe. Po, edhe e bën ti? Po. Sa ndjerë, sa kile rakin tjerë? Po, sa të kesh fut? 30, 20, varet. Ja u qonë dhe kalamajve, besa? Po. Po plakut ja bëjnë gotë raki? I kafe kështu? Plaku e ka të përditshme. Mjes, mbas dite e ka të përditshme. Edhe mbas dite, edhe mëngjes. Po. Ti je gati? Po. Të gatiste, mëse e të vazhdoj punë. Këtu, se ju thatë janë një 2 familje, ke ndonjë komshije, ndonjë shoqe këtu që bën 2 llafe muhabet? Po shkojon për kafe, vinë ata për kafe, këta të vlajt këti këtu. Po, në për shtëpia? Po, për kafe, po, ashtu. Shkojon për shembull para dite, vinë ata mas dite. Si ti e gjenja, mund të shkojnë 2 herë, se ka të vlanë këty, nuk mund lizvizi fartaj. Ne shkojon. Për qa flisë si? Rrimja jorë me kafe të ty, për muhabet. Qa të bëjmë monëshe? Marsha këtë punë ka. Po nuk mund të rri shumë këtë, se ka probleme, ja. A i rri, do me thënë. Ti e ke problem dhe do të vish këtu. Po pse? Ku ti kjo s'mbohet mirë? Të riju gjithë ditë në balkan të ty, që do të mëroj makinat? Po këtu që bëjnë gjithë ditën? Gjithë ditën me punë, një të fshi që është dërë nështë. Po edhe atje do fshish? Që do fshijet janë, sa janë 3 dhamat, nusja i bëjnë mërë, janë gjithë kushtet, prap këtu është tjetër. S'mbohet mirë ma me thënë drejt. Jo se kam në gjonë, atje kam të 3 fëmijë, se tjetër ne kam Belgjik, po këtu rri shumë, atje si kur mërzitmi. E kaloj kohën tonë, e nësë mërzitmi a i shumë. Ke ndonjë historik shumë nga fshati që do të na e tregosh që e mban mend ti ndër vite, ose për shembull kur filluar njerëzit iknin që këtu. Si ndjeshit ju që do rrinit? Po mangësi e mangët është se kur hikin të shif po fëmijën që janë të gjithë mirë se gocët do shkojnë ke burrat, po çunat, ja kanë hik çunat të 4. Ne po prap sa ta vinë tonë në ne shkojmë atje. Varrim ne atje. Ja, po s'un prej shumës. Ka më nuse që vinë këtu në këtë fshat? Po vinë, e në nusët e mija. Kështu si kështu shara nusë atësi? Ashtu, katë mijat kanë hik të 3. Po. Me drejt, kanë hik për këtë arsye, për fëmijët, për kopësht, për qerdhet, për shkollën. Se këtu, thash pra, do t'i qeshe, do t'i mërsh. Do t'lejsh babën pa punë, ku do t'shkoj? Do hajsh pra. Për këte. Po për pjesën e shëndetësisë, si a bëni? Vetëm poshtë. Po, zvjen asë një mjek. Ja, asë si mjek, asë si mërë, asë parjon. Asë ja. Ju ikni të fëmijët kur jeni sëmuar? Po, atje që e këtyne që bani gjithë komat. Që të bënë? Po për rrugën ju kanë thënë që do rregullohet. Kush po i, që të themën ty? Kur të rregullohet, që të shofsh me sy atëherë, po a mund të ketë thënë ka 5 vjet që të rregullohet, se do të rregullohet nese, po çfarë bo? Asë gjë. Për këtë, që të bëjmë? Hajtë, që të bësh? Kam 15 vjet. Po mirë, të është 4-5, po. Po të mirë malli kështu për kalamaj? Po
Vine? Kush ishte i fundit që iku që këtu? Djali vogël? Pa i vogël. Po. Po martu, nuk e marrë dhe marrë këto, du të rush, e ojqem në lopë, se pa të të Po. e hojt me nëmë të se do punë, unë së ne bëjnë në shehem mrejna dhe për jashtë me lopë, Po. e ojq lopë. Ti ku dhe djali i fundit nga fshati? Si u ndjet në fillim? Shumë keq. Ishte të mësuar? Ja, ishim shumë keq se e marëm nusën se nusë e kem mësu, se po të ne 3-4 vjetë të më fejes. Në kur na hikni, ne e kam një burrit, unë thoshe që po jemi qik me tension, edhe më hypen tensioni shpet. Ty kja shumë i shumë me kalamon. Unë thoshe që bashkë më burë, se na pashe gja me zbut për jas qajde. U mërzitët. Po, shumë. Pastaj u mësua. Po, mësoj, po prapë, vështirë është shumë, po hajtë, që të bëjmë, po kemi në këtë vanë tjetër të ke. Orë vajtë ti, patëm dalim ke njën i tjetër. Kaloni Po, Edhe ja bën besmetin ti. Po. Sa kohë të mirë ty ta mbledhësh gjitha të rushin? po mbaret sa se tje puna, se kem, se unë bëgë dhe pjekën forë, drume. Nuk i pjekë me tafë parenqë. E bën bukën vetë dhe më fol druri. Po. E ke të shtëpia. Po, se pe aty, Po. aty. Për sotin. O, po ti qenë ke përqishme. E shë vetë, pra do t'i përmina me gjellë, me që kjepë se jam 2 vetë, do vëmë. Se të rinë pa hangër. Më mirë ati do t'i bëjë zlatë, ta e më patëm t'je mrejna. Ujnë e keni nga mali, do me Po, uj mali. Shumë, që të përshme në mbra? Treme, se po plake që nga më keq. Mi t'i gati të gjitha, o i quni këj vogla me qera se. Me përkallem ojë t'i vija, po. Do me Po bo ndatë në të kur bani, venimojnë. dhe ja u qënë dhe kalemajve. Sa hame, po kam qefë unë për vete. Të kalo shkojnë. Po, Pse është shumë mirë në verë këto? i kje gjitha punë, gjitha. Për fruta, thua ti. Po, Po me vapën si në verë këto? po, fresk të, Është freskë? fresk të. Kur e filloni kështu që... Që vilive? Po. Po është djelë, se kjo nuk është për një që leku, kurse tjetër o vjelë, a fut në fuqita. Edhe kur dhe në zinë rakin? Po është e mas, se mas djelë së në kjallë. I pas ke vrishtat dhe mdhaja ti. Po, e di nga për ne të e më që së më kujtjes. Jam muslim Spahiu. Fshati jonë ka qenë 27 shtëpi. Kanë hek gjithë nga rruga. Po si a bëni ju tani për shembull, si lëvizni, ti të shkosh te kalamaj, sa kalamaj ke? Kom 7. Edhe njëm ka vdek, po 6 kom. 2 i kam jashtë shtetit, 4 janë tu. Vin kalamajt këtu? Vinë ka e për djelë, Po për. ti the që rruga është e keqe. Pse s'shkoni te fëmijët? Pse doni të rini këtu? Po, në pëlqen, këtu. Si e kaloni ditën? Që të bëhesh, tu më të vëlejnë. Jem këtë me gjumit, për ne. Rrushke, se shohim që ke ca pemë. I kërësis me zërë i kërësis. Që të temë? Pse ikën njerëzit që këtu? Që ikën nga halë, ikën nga siklete, kalamajt nga pa shkollë. Edhe qerdhe, jo. Kopsh, jo. Ka pasur shkollë më përpara këtu? Po, ka pas. Qa ndodhi me shkollën? U shkatëru, në Petrel. Kalamajt. Shkolla mesme e bëjnë mëllet, 8 vjeçarën, 9 vjeçarë, e bëjnë të në Petrel. S'keni miq, kështu komshinj për shembull. Kam vlanë të poshtë. Edhe ai është mosh me juve.
86 vjeshish, 87. Ju jeni pak moshe madhe, edhe vllai ju 7, këtu s'keni qendër shëndetësore. Ja. Si ja bëni? Që të bëjmë? Që të bëjmë? Unë kam shpinën e të mësu, po me qëra, Ju me pension jetonit, po 120.000 marë. ju del këtu në fshat? Që të lëmë, pa i zotë, no. Vetëm për ilazhe, po. Ilaçet, ushqimet këto ja u blejnë fëmijët dhe ja u sillin në fundjavë, domethënë se Po, këtu po, s'ka as po. marketas. Po, po. Po kur ju mungon diçka? Mungon, dhije dhe punë. Lërgu në 83 ishin bëjtu. Kam vite që rrinë Saud, bënë Saud. E ati kam dhezë me pleq me djetë. Edhe këtu vi rravë, se vi kam ca prona këne, vi me ka hem. Po këtu veni se higën njerëzit djetë nga mas 19 fillu higën kretë. Se fillu një shkallë s'kishte, rruga për i betë, djetë ta kompletë. Edhe higën djetë, 3 familje me. Kur vjen që e viziton vendin, si të duken krahasim me atëherë që ke ikur? Që të shika marë punë të gjënë. Në ato vite ka qenë shumë më mirë. Se ishin gjithë njerëzit në punoshin e mashin vende pasë gjithë komplet. Të shika të i gjithë. Shkollë s'kishte. Njerëzit fillun të u largu nga fshatës se ishe puna larg. Shumë Sa familje janë këtu tani? 3. 3. Janë të moshuar, besoj. Po. Ju keni familjar që rrini këtu? Po, kam pleqt. Se keni menduar ndonjëherë t'i merrni pleqtë dhe të largoheni? Po i kam menduar që të vinë, po nuk jetën, nuk rinë dot poshtë. Janë përshtatur këtij Po, vendi. këtij vendi. Pas janë kushtet, nuk i kanë kushtet. S'ka kushtet, në kushtet vështira. Po shkolla? Po shkolla s'ka. Pse? Edhe i nga shkolla. Ju shkolla djek. Dhe që atëherë nuk ka vendor më njëri. Një tak. Këtu ja 20 e 5, 27, 30 shtëpia. Sa është si zonë është modë, se ka dhe këtu shtëpia, ka dhe krau tjetër. Është dhe fshati tjetër, atje ka qenë dhe fshat tjetër përballë dërmgjithë që u dhe dhe. Edhe të 3 fshatët, u mështjesin që gjithë edhe ishe shkolla. E që këta higën gjithë, edhe s'ka me që ka me 3 familje këtu. Një 2-3 fshat tjetër që në kallë. Atje në dërmgjithë, ka shku një dhe s'ka të me të si. S'ka më rini. Po s'ka më një higur e një komplet. Ka mbetur me kontakte, si për shembull me komshin, me njëri tjetrin. Po. Po ka me kontakte gjithë. Po vazhdo. Vinë ndonjëherë e vizitojnë vendin, se ju thatë që Vinë që gjithë. Të vinë të gjithë, Ato shumë që të kanë djelë pranë vinë dhe vetë, gjithë. do vinë që gjithë. Të shtunë për djeli ke këtu. Këto familje që peti këtu poshtë mund ketë 10 vjetë që kanë di nga këtu që sëri nga këto shtëpijet. Ato mund vinë të ditë shuna, ditë djele, që vinë pas të dojnë. Merën se kanë edhe pronat të ullishta, toka. ju i mbani, i punoni, keni përfitime, vetëm për këto gjëra vini këtu? Nuk ka asë lloj përfitimi. Sepse këtu pronat janë të gjithë pa ujë. Po si ja bëni, Nuk e- domethënë se pa sa kishte ka- visho, pra. Po këto që vinë do vinë sepse i rre menja, vinë se kam pronë vetë. Po nuk asnjë gjë nuk merr. Këtu më tepër vinë nga ullit. Po. Por nuk e dim se nga ikë ky ujë se uji ka pastu. S'po ka të bëjnë. Uji ka Vini qenë. ujit vjen vetëm Po vetëm ky bërimi se ky këtu. Po jo më se ka pas bërime tjera, ka bërime, po nuk e di nga iku ujti, iku njerëzit edhe iku dhe ujti. Për një herë. U shep në shtëpi ato ullnisha nuk bën më. Që është katru. Unë do iki të shkoj, do dalë qik të ka toka. Po. Edhe me qenë se i erdha këtu marrë bidon, sa shu kjo është ujti uj mali. Po. Shumë ujti mirë, ujti më pëlqe. Edhe e marrë, ke shtëpia. Po bak ti ka Në- këtu? Që kënë familje? Po, Të treja familje që... ja, në 2 familje. Dhe Sa për vetën e vetë, me jetu për vetën e vetë.
këtu, jetoj edhe Gacë edhe kështu, këtu jam Venalije, të Vërmëdën, po këtu nga shkolla, edhe prandaj kanë hikë gjithë. Sa fëmijë keti? Kam 4 fëmijë, kam 2 të vegjël edhe 2 më të mëdhenj. Më të mëdhenj? Po, një në klasë 7, një në klasë 2. Dhe ikin çdo ditë në shkollë? Po, çdo ditë ikin në shkollë. Nga ora 7, 7:10, 7 i çerek, po. Ikin çdo ditë nga këtu në Petrel? Po. Petrel, vjen këtu. S'kas. Si e kaloni ditën këtu? Se janë dhe fëmijët e vegjël? Si e kalojmë ja këtu me këta të fëmijë? Ta kemi një lop, qa kemi? Ropt kanë ikë se prej shkollës ma shumë. Edhe rruga i shalla për nga gatitët janë të ashtu, po se di e si do vazhdojnë, nuk e di që të thejmë. Po, kur keni, se ti ke dhe fëmijët e vegjël, kur keni një problem shëndetësor, diçka, për zotin, ajo është më e vështira, sepse është 20.000 lek me shku vetëm mullet. Mullet këtu. Taksia. Taksi më fugon si? Me taksi se s'ka fugon, ka fugon tu. Taksia. Taksia është mullet këtu do 20.000 lek. Shumë e vështirë. Burin e kam pa punë, sepse burri do shkoj me kalamajt. I çon ai? Po, edhe i marr ai, pret atje, do t'i vi, është shumë e vështirë. Financa juaj vjen nga lopa besoj nga... Me ndihmë kështu ekonomike në ndihmon. Po, me ndihmë ekonomike. Nga shteti? Po, vetëm ndihmën ekonomike. Është mesatarë sa e keni... A ju del juve për... Pa që na del me ti, po që vështërsia modhe. Sepse janë 4 fëmijë. Me pampers. Këtu shumë pak familje, më tha mu 3-4 familje janë. Vetëm plejhimi se s'ka. Po. Vetëm unë jam me fëmijë të vegjël të shi. Po pra ti e me fëmijë. Edhe është edhe i shtëpia të që ka ai çun. Ai çuni hiqet në Tiranë, vjen. Edhe një kaq. Është më i fijumë. Mosh. Ku do 25 kështu. Më kjo mosh vjen. Për ditë ikim Tiranë, vjen, po kjo rrugë që është... Si është dita jo? Edhe se ngrimi parë se me hi kalamajt më shkollë, ngrimi mjesë të herët fare, do nga tis lopën, do nga tis që kemi në më, punë të fshatit. Pastaj mirësh me këtu në borë? Po, këtu në borë, ja, si kam. Më borë, më shpi, po gjellën, që punë të me këtë të vijlit. Dhe pastaj vjen burri dhe kalamajt, do me thënë? Do t'i japësh burri, do mësojmë kalamajt, se kemi kalamajt në shkollë. Kemi klasë 2, po im klasë 2, po se mësovës, që të thejmë, kjo është jeta, fshatit.